E pra të nderuar miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV, këtë herë për t'i dhënë një vëmendje Egli Tako. Egli Tako çdo ditë në dritaren e saj të vetme komunikimi me fansat e saj, me ndjekësit e saj, po na sjellën dashuri dhe adrenalin, po na sjellën pozitivitet dhe po na sjellën energji të mirë. O lumja toka që e prek me kam, është postimi i fundit apo i parafundit në fakt, i postuar nga Egli Tako. Egli Tako i ka postuar fotografit me dallama, me dimia, me kaftane, t'i quajmë si të duam, apo i ka postuar fotografit me veshjen tradicionale shqiptare. Tepër e bukur, tepër tërheqëse, tepër e ëmbël, duke u karakterizuar bukuria e Eglit me veshjen që e ka veshur. Tani që i shkojnë pafund dhe lumja ajo vjera që do ta ketë Egli nuse, sepse në veshje tradicionale është spektakolare. Egli Tako i ka nxjerrë këto fotografi të punuara me shumë dashuri nga Nori, i ka postuar në Instagramin e saj duke marrë shumë komente, duke marrë shumë pëlqime dhe duke marrë shumë dashuri të madhe nga publiku të pakrahasueshme, domethënë të jashtëzakonshme. Por nëse hedhim sy dhe vazhdojmë të ndjekim Instagramin e Eglit detajisht, do të shohim disa story të bukura ku Egli Tako tërheq vëmendjen duke u kujdesur në mënyrë fantastike për trupin e saj, duke u kujdesur për pamjen e saj, duke u kujdesur për shpirtin e saj. Egli kujdeset në formën më të mirë për veten dhe këtë gjë e bën më së miri. Egli Tako po vjen çdo ditë edhe më fuqishëm, po vjen çdo ditë edhe më bukur, kënga e saj ka arritur 1.2 milion klikime vetëm për 10 ditë, që do me thënë në radhitje është një sukses i jashtëzakonshëm, është një sukses i mrekullueshëm për Eglin dhe një sukses fantastik që në fakt Egli po e shijon dhe do ta shijon edhe në vazhdim, dhe kjo gjë e bën Eglin që të jetë e lumtur dhe e mrekullueshme apo e gëzuar për atë që ajo në fakt po kalon. Egli është falendëruese për gjithçka, është falendëruese te publiku për çdo gjë që në fakt ajo po kalon. Por fotografit me veshje tradicionale më bën shumë përshtypje dhe dëshiroja ta ndaj me ju. Sa bukur do të ishte në qoftë se Egli do këndonte një këngë popullore. Në fakt ndoshta ja fusim në mendje Eglit për ta bërë, por Egli tani është shumë e fokusuar tek emisioni ISD, një emision që vjen në televizionin Top Channel, një platformë e veçantë, një platformë ndryshe nga platformat e tjera, por që ka tërhequr një vëmendje jashtëzakonisht të bukur tek publiku shqiptar. Dhe në anën tjetër, kemi Eglitën tonë të dashur që po na sjell freski në Instagram. Egli siç duket po e jeton dhe po e shijon suksesin e saj në formën më të mirë të mundshme. Po kënaqet në formën më të mirë të mundshme të vetën. Domethënë, po shijon shumë dashuri, po shijon shumë pozitivitet dhe kjo e bën Eglin të jetë e veçantë. Nga informacionet deri më tanishme që un kam arritur të kuptoj për planet e ardhshme të Eglit, Egli nuk është se ka një plan të shpejtë për të publikuar ndonjë projekt. Përpos projekti që publikoi me Angelo Koçin, që pati një sukses të jashtëzakonshëm, Egli është fokusuar më së shumti tek koncertet, është fokusuar më së shumti tek emisioni dhe është fokusuar më së shumti në energjinë e saj për të sjellur një rubrikë të bukur të emisionit ISD që në fakt Egli ka sukses të paparë në të gjitha puntata që po vjen në formën më interesante të mundshme. Por pa lënë anash edhe këndin e influenceres, le ta quajmë deri diku, në Instagramin e saj duke postuar fotografi të ndryshme, duke postuar momente të bukura që në fakt tërheqin audiencën edhe publikun. Ne do takohemi sërish së bashku, dua të marr mendimin tuaj si ju duket Egli dhe si shikoni në fakt arritjet e saj.